Sa i pranon liberi kritikat dhe këshillat? I pranoj shumë mirë që të dyja, sepse nuk jam ndonjë tip si them se mendoj se vetëm se unë kam të drejtë dhe domethënë nuk kam ndonjë mendim absolut. Domethënë gjithçka është relative dhe ekziston më e mirë për mbi më e mirë dhe domethënë lirisht unë jam e hapur dhe për kritika dhe për këshilla. Por atë aty e kam lënë emailin tim që domethënë për çdo këshill, përmirësim, kritikë, nuk mund të jetë kështu, mund të jetë edhe kështu, ose diçka tjetër, unë i kam pranuar dhe i kam falendëruar që kanë dalë kohë nga ajo, që të më këshillojnë, falenderojnë, kritikojnë, edhe... Patjetër, kemi hapësirë për çdo gjë. Po, patjetër. Të kthehemi tek librat, cilët nga shkrimtarët i cilëson si më të preferuar ose... Mendon shqiptar ose botror? Cilët do qoftë? Përgjithsi zakonisht më pëlqen Charles Bukowski, nuk e di se e shoh shumë e shoh realist, madje e shoh shumë të dëshpëruar. Dhe po, dhe më pëlqen shumë sepse disi i kritikon femrat në një farë mënyre, qoftë ndonjëherë të bazuar, ndonjëherë të pabazuar, sepse ka një të kaluar me grajo dhe aq të mirë, dhe domethënë pëlqen ta shoh se çka ka cituar gjatë jetës së tij, cili ka përfunduar se domethënë gratë janë qenie të pakuptueshme dhe kështu me radhë. Domethënë ka dhe shumë poet të njohur, po ky domethënë disi nuk e di, pëlqen. Sa ndikon në këtë rast le të themi Charles Bukowski ose cili do shkrimtar tek shkrimet e tua, tek bindjet e tua për shkrimet e cilat? Gjithsecili, për shembull në librin e dytë, unë e bile kam marrë shembullin nga Charles Bukowski sepse kam pa ndoshta ke mund ta kesh parë edhe ti, që ka qenë një libër i zbrazët, që flet për sa i kuptojmë gratë. Po, gjithçka që mund të di një burr për një grua, unë e kam pas në disa gjuhë të tjera, në serbokroatisht, në anglisht, në gjermanisht, por në gjuhën shqipe nuk e kam parë dhe mendova tash pse mos ta bëj një të tillon. E kam bë, por duke pasur parasysh vetdijen tonë, unë e kam cituar në disa faqe, një 5 ose 6-7 nuk e di, se për çfarë arsye është i zbrasur. Ndoshta te ne mund të mendojnë se kam pasur kështu mendime që kanë menduar se ka harruar shtëpia botuese pa e shtyp ose ku e di çka, a nuk e ka lexuar këta të tjera domethënë fillim. Edhe kjo ka qenë që ka përfunduar se gratë janë një qenie pa definuar që s'mund t'i kuptosh se ku e di çka kështu me radhë, por ka qenë shumë e mirë kjo sepse disa poetëve që ua kam dhuruar këtë libër, ata e kanë mbush vetë, domethënë si shohin ata gratë. Edhe ka qenë diçka ka qenë si një shtytje mbi shtytje, apo kupton, ka qenë diçka shumë e mirë që secili e ka dhënë interpretimin e vet mbi gratë çka mund të jenë, se tash edhe burrat nuk janë qenë përsosur padyshim. As pak. Por ne edhe se kemi marrë guximin të shënojmë për ta, por duhet.